Ju përshëndes gjithëve me Marianën nga Milano, e cila prej 12 vitesh jeton këtu, por që bashkë me vëllezërit dhe motrën, vëllezërit në Berlin, motra në Londër, nuk i harrojnë asnjëherë prindërit e tyre në Shkodër. Edhe çdo herë, madje 2 herë në vit pushimet në Velipoj, në Razën, Tiranë, tani këtë vit do shkojmë jug. Edhe i pëlqeu shumë ftesa për të kthyer në Shqipëri, ndoshta në të njëjtin pozicion pune, sepse vërteta është që edhe në Shqipëri pagat po bëhen konkurruese. Ndoshta jo me Milanon, por në fakt kushtet e jetesës ose le të themi kosto e jetesës është më lirë në Tiranë, apo jo Mariana? Patjetër. Kështu që të presim dhe të falenderojmë për gjithçka bën si një shkodrane që ka çarë vetë rrugën e jetës dhe të përshëndes shumë edhe prindërit e tu në Shkodër, sepse e vërteta është që tani që do kthehesh në Shkodër në verë, do shohësh Shkodrën më të bukur se çdo herë tjetër, edhe ndryshimi i Shkodrës sapo ka filluar. Çfarë do i thosh prindërve? Që më mungoj shumë. Edhe Ju jam shumë me përshëndesim. fat që i kam. Ju përshëndesim. Sa herë zbresim prej 30 e kusur vitesh në një aeroport në Itali si këtu në Bergamo sapo zbrita, apo në Gjermani, Greqi apo kudo tjetër në Bashkimin Evropian, na tregojnë me gisht një korridor ku duhet të shkojmë të futemi në radhë. Ndërkohë që europianët kalojnë në korridorin e tyre pa radhë dhe dalin matan sapo hapen mbyllësyt. Ne vërtet nuk kemi viza për të lëvizur në Europë, por ama nuk kemi as të drejtën për të qëndruar në një vend të Bashkimit Evropian përtej 90 diçit. Prandaj kur arrim këtu në kufijtë e Bashkimit Evropian, na fusin në radhë dhe na marrin në pyetje punojësit e policisë kufitare, të cilët teksa na e kthejnë mbare mbrapsht pasaportën, na pyesin se ku po shkojmë, sa le kemi, me kë jemi, kush të ka ftuar, kur do ikësh, e kështu pyetje pafund me radhë. Ne mund ta mbyllim përfundimisht këtë histori poshtruese dhe të mos ta ndaj më askush nga tufa e bashkëudhëtarëve tanë europian. Të mos hyjmë në radhë, të mos i japim më llogari një policin në aeroport, sepse po hyjmë në këtë vend BE-s apo në atë tjetrin, sa do rrim e kështu me radhë. Ne mund t'i sigurojmë çdo shqiptari e shqiptare pasaportën europiane të Shqipërisë 2030. Prandaj, na duhet që më 11 maj t'u japim pasaportën e BE-s gjithë shqiptarëve. Na duhet jo thjesht një mandat i katërt, po një mandat më i fortë se të treja mandatet e deri sot. Prandaj kush e do pasaportën e BE-s, të votojë Edi Ramën dhe Partinë Socialiste, sepse askush tjetër nuk i pajis dot shqiptarët me pasaportën e BE-s brenda kësaj dekade. Prandaj voto Partinë Socialiste, Edi Rama, voto numrin 5 në fletën e votimit. Ju përshëndes.